Sot do na me pregatit rrëqel fikut. Për këtë recet na duhen 1 kg 200 gram fiq, 500 gram sheqer, 200 gram arrat grime, 3 deg albaroz edhe 1 limon. Fiqt I kena la, kena pastru mirë, të shte, ja u hekon këtë bishtin këto, presim me fik, edhe e hedh edhe e dojmë 4. E dojmë 4. 4 copa ishto dhe e hedhim këto. Edhe tështi, masi I kena da fiqt 4, I vem të kja tenxherja, por dishta me ju diftu që kja recet që I na të bona sot ashte pak ndryshe prej recetave tjera, sepse dona me pregati të kja tenxherja me presion de limano, që nuk ke nevoj me najtu e përzita në kohën, sepse kja e zin vet dhe I ven temperaturën e duhun edhe kohën e duhun, kështu që nuk ke nevoj me najtu e zi, tu e përzi. Teshti, I hedhim fiqt të partë, I hedhim fiqt këto në tenxhere, masana I hedhim sheqerin, I hedhim tona bashk, hedhim edhe arrat, edhe në teshti limonin, dojmë 1 fijel kur limonit, pak sa, vetëm 1 fijel kur, kështu sa për me I nep 1 shijet veçant rreqelit. I dojmë 2 riskat vogla kështu lëkur limonit edhe I hedhim këtu, edhe gjysën e langut të limonit. Këtë e shtrydhim limonin. Dhe hedhim langun e limonit këtu në tenxhere. Dështi unë pëlqej lugën e drunit, se më duket ma e shnetshme. I përzin pak, sot shkrihet sheqeri pak, dhe masanajna I la me zi. Kena 50 ml uj, e ja hedhim edhe këtë 50 ml shuj. Tështë kena nejz këtë kusin me presion, edhe e qojmë të numri 5, e lam për 30 minuta, të e përzi deri sa të shkrihet sheqeri. Shkrihet pra, duhet mu shkri sheqeri për para. Edhe ishtu vazhdojmë, po, lejt, edhe rrim të e përzi. E përzim ka pak gjatë zimjes me fjallë, edhe sheqeria shkri krejt, fiqt janë të zbut, dhe I takon edhe 6 minuta, edhe marrën kja pjesa e par e zimjes. Masanaj, e vem në presion. Teshti, 30 minutë që marraj, e kena zi fiqt mirë, teshti e pregatisim për me vu kapakun me presion. Në fillim, e qojmë të manuali, do, edhe 30 minuta, zbresim, deri 20 minuta. Edhe, tashi I vem kapakun. Dhe e presim deri sa të marrojnë zimja. Tashti marroj 20 minutë që e hapim tenxheren edhe e shofim. Tashti masi ja kena hek kapakun, ka I herë disa fiq janë pak më të langshëm,
Edhe ndoshta ka i fije është pak më e hollë, pak lang është pak më e hollë. Nuk ka nevojë me i bë asgjë, vetëm leni pak, i hidhni albarozen, edhe e leni me zi edhe pak, e zin edhe pak 5 minuta, si ta shifni, 5 minuta, 10 minuta si mas nevojës. Edhe në fund, shifni rezultati, bëhet fiku shumë i butë, e i mirë, edhe e futni në për kavanoza, edhe të pa e shofi ma vonë. Të ishte zimja reçelit ka përfunu, dhe marrim këta bishtat e albaroz, edhe i qesim jashtë, se duhet me i hek, mos me i lanë këto, edhe mësanaj e fusim në kavanoza. Është rezultati përfundimtar i reçelit që kena ba. Shifeni vetë, shife sa i bukur duket mu pa, por sa i këndshëm është me shiju, shifeni, e veni për mi një fejt të thejkon me boro fresko, nade, edhe e shijoni.